U rregulluan bota. Bëjnë qef njerëzi. Ngopën e para. Ne mbetëm këtu. Fleti më? Jo. E njëre fikun ti, mësusin e letërsisë së qunit? Jo. U bë kasap ai. Jo, moj. Jo, pa që ta dish. E di. Po Latifin, Laton. Komshiu, që kemi këtu përballë. E di ti çka që ai? Kasap. E di ku punon tani? Jo. Në permanent, atje ku dritin flok të grave. Jo, moj. Jo, po që ta dish. E di. Ma ke para të robishajnë e bukur bojrosin mua që ka veshur? E di ti ku e kam blerun atë? Jo. Tek një polic. Jo, moj. Jo, që ta dish. E di, moj, e di. E di unë sa e di ti. Ti vetëm gjumë di. Bëj nani. Po që të bëjmë, s'ka pëzana? U përfshlëmsh. E di. Çak. Ka qenë mjetë, po nuk e ka ndonë. E mu e ka? E kush e ka me ty, më? I ka paguar nga unë. Erdha. Me mu çfarë ka? Jetri! Mirë dita. Mirë dita. Urdhëro. Nga se vuani? Problemi im është pak sa i vështirë, doktor. Sëmundja ime është pak sa si e çuditshme kështu. Më fillon tek ezofati. Ose më saktë laringu, doktor. Rryli fytit. Urdhëro? Zë që është mjek popullore dhe në gjuhën popullore kështu i thonë gjë. Po, sëmundja ime fillon te toraksi, edhe zbret poshtë, del nga dalë dhe më ngec më këtu. Plenci. Pikërisht, doktor. Kur më ngec këtu më fillon një dhimbje tmerrsh. Nuk do vetë. Tu? Po. Interesant. Këtu më dhe mua. Mbaron nga barku më. Po jo barku, doktor. Stomaku. Ore, më them çam dhe mua, jo ç'a dhëm ty. Zeqa, lere vetin, ka ardhur tjetri tani. Vazhdo. Si do. Pasim krijohet kjo dhimbje të mërshme këtu, doktor. Sëmundja fillon në mëngjitet lartë. Pastaj më zbret poshtë. Edhe kjo punësh. Lartë, poshtë, lartë, poshtë. Po jashtë si del jashtë? Kam dalë njerë me vizë dhe 2 herë klandestin. Ore, jashtë si del? Jashtë dalë shumë mirë, doktor.
Tek në një mjek tjetër keni shkuar? Po, kam shkuar tek disa mirë, po nuk më kanë zjerë asgjë më. Që je i smurë nuk diskutohet fare një. Ashtu? Jo faleminderit shumë. Jo faleminderit shumë, doktor. Shumë faleminderit. E kemi për detyrë. Do keni ju që jeni uman. Jo, jam nga Berati. Zeqo, uman do të thot njerëzor. E di, ma, e di. Po që të dish. Doktor, unë kam shkuar deri te Aq Këmbaci. Aq Këmbaci? Po. S'më kanë zjerë gjë. Aq Këmbaci që e pa mbrëm televizor. Aq vjen e vizitohet tek ne. Ky shkon e vizitohet te Alqi. Zeqo, jepi bari. Doktor, të lutem, vetëm barë më jepni. Ja, kështu i thoni ilaçeve. Gjeje aty. Po. Je pën. Plensi. Po. Dëgjoj. Do të marrësh gjethe me llage me ngjyrë lullaqe. Do të jedhësh një kavanos bashkë me qumësht aregjeshke. Do t'i përzish mirë me vaj ulliri Berati. Edhe do t'a pish herët mëngjes pa 10 qëndë. Një me një. Vetëm kaq? Jo faleminderit shumë. Ditë. Pare dhe ku shkon ti? Urtova, doktor. Jo, nuk i marrun, ja. Unë punoj për jepja kësaj, kam punësuar. Ditë në mirë. Mira, ditë mirë. Sa i së mori që nga kyme. Radha! Hajde tjetëri. Ky që doli vu nga trapliku. Mos e diskutoj. Nuk futu për datë ka qenë mamaja. Papi do të bëj vizita. Ik more djalë në dhomë tjetër. Nuk e shikoj që po punoj? Shkot. Mirë. Nuk e prisa prej teje. Nuk e prisa. Doktor. Mirë dita. Mirë dita. Doktor, kam një hall që unë sigur s'mund të them dot. Jam aq në hall se më gati të vras vetën. Thuja. Do t'ja them. Nuk kam se çfarë të bëj. Pak shpejt se populli pret. Ky lag natën. Çfarë lak? Lag në dyshek. Doktor, të betohem jam burë mirë. Gjithë ditën jam zotni. Ose si them, tull. Vjen nata, bën qull. E gjora grua që i lag buri natën. E bëj pa ndërgjegje. Me sytë mbyllur. Aman, doktor, se ngela duke la rroba. Sigur kam një qere me fëmijë. Të betohem, nuk du të pësh marrëdhënie bashkërtore. Po ja që e bëj. Duhet të bësh diçka për këta njerëz të mirë. O, ti që lak. Lak. O, njeri i mirë që lak. Njeri i mirë që lak. O, njeri i mirë që lak. Që s'për do panolinë aty. Aman, doktor, si ja blejun, po pse e bën? Doktor, pse më ndodh? Gjithë jetën kam punuar me nder. Çfarë punë bën? Berber. Çfarë profesioni ke pasur? Zjafix. Do me thënë, kur ti je në një shtëpi, ti vjen zor. Doktor, më shës mune profesionale. Edhe mund t'jetë. Edhe mund mos jetë. Po që ta dish. E di, ma e di. Lagja e shkallës dytë. Doktor, unë nuk lag shkallë. Lag dysheku. Është lloj një lagjes. Lagja e shkallës dytë
Pa paramendim. Duhet parë situata në vend. Po s'na kam bërë ndonjë gjë, doktor. Jo më e bën vetë. Po për ndë, vetë bëj. Ke magji. Klungoja. As që diskutohet. E di, më e di. Do të marrim një vetur. Jo unë. Ti. Po. Unë do të vi drejt në shtëpinë tënde. Po. Edhe unë do të heq ty atë. Kë? Magjin. Doktor, pa ta do flenë shpiju? E di doktori atë, po... Hajde, ikim ne tashti, hajde. Paret. Më falë. Jo. Nuk marron. Unë punoj për hipja kësaj. E kam punësuar. Sa të holla meni për të hollin? 2 seanca, nga 10.000, 20.000. Ditë e mirë. Ditë e mirë, faleminderit. Ditën e mirë. Sa i së mbori që nga kyve? Po, hajde tjetëri. Po ti? Haro vetë ndizje shandanin? Mendja është me. Mos e përsëritme. Si arrohën tja pa tja gjithë me lagë dhe vajna kamë. Po jo të gjithë dhe një lloj. Ka disave gjete, disave lule. E po mirë atë. Këti që do të vi, do t'i japim leshtërik me gjithë fiku. Po ka, qenë? Ta shti po të kërkosh edhe... Hajde tjetëri! Doktor, Po ti ishe njerë mora tjerë. jo, kësaj radhe erdha për vllain. E kam aty jashtë, në radhë. Vonë nga nervat. Po ti dil sqaroj njerëzit. Thuaj, çdo sëmundje ka ditën e caktuar. E di. Hajde. Dëgjoni, tu sqaroj njëre për gjithmonë. Për budallënj, kemi vizita vetëm ditën e shtunë. Atere jemi të lirshëm. Më rregull. Doktor, po të sjell 2 teze dhe 3 daja. A ka zbritje çmimi? Po tjetë me shumicë ka ullje. Më rregull. Doktor, po ne të maja sellit të presime? Ti priti. Kush e ka radhë ty i brenda? Hajde. Prit aty, mos. Këtë e shpjegon kështu. Ty të marshin të keqen të tjerët. Do me thënë që më kanë lakmi të tjerët. Po ku lejnë qëndë në përlagje Zuzu, si shpjegohet? Qenë let lehin. Karvani tes për para. Babaj çfarë pune ka bërë për para? Roje. Roje. Rojen? Po mirë më roje? Roje. Sa profesion pisnik. Babaj do të taloj ty zanatin, apo jo? A për hëm ka thënë ti bëj vetëm qef. Se me popullin të merren vetë. Mirdita. Mirdita. Doktor, ju jeni aq që të lini me barë? Dëgjoj me zonjë. Jam burë me namus, pastaj me gruan këtu.
Më falni se u shpreha gabim, po unë zbëj fëmi. Po burri? Po, ku nuk bëj unë nga do bëj burri. Keni dëshirë të më shikoni? Ne, tashti, burri jemi, nuk ka në një... E di, më e di. Që ka dish? Po, sa ka parë ky? Boll që më ka parë mua. S'ka nevoj më i zonjë, ti sill burin. Burin këtu e kam. Ç'na duhet burrin e mëjti. Po t'jetë dhe buri, ja gjem diagnozën tamam. E di, më e di. Më e di. Ja, po që ta dish. Këtu e kam burin. Frida. Gjigji! Më zonjë, po më thash burrin, jo qenin. Jo, kështu e ka emrin. Gjigji! Më shëgje, me këtë burë që ke ti, e 3 fish në para të më japësh, unë nuk kam çfarë bëj. Doktor, të japë sa të doni. E di, më e di. Gjigji, si ndjeni? Top. Morë po që jetë top e shohu, po... Ore, Gjigji, po si shumë i konsumuar dukesh. Mos shkon me femra, Gjigji? Qofsha mamin një, po... Po pëse si je vetës, morë, Gjigji, Gjigji. Monizmi, doktor. Aksionet. Zbori. 7 sulmusa ka marrë në aksion. Po pse, more, Gjigji? Më mirë një sulmusë 7 fëmi, se sa 7 sulmusë as një kokër fëmi, more, Gjigji. Jo, Gjigji, kështu, Gjigji. Doktor, unë kam dëshirë që ta bëj një fëmi vetë. Ta bëj, Gjigji. Se unë kam edhe shok, se kot nuk thonë, 3.000 me shok shumë. Çfarë na rekomandoni, doktor? Dëgjo, ti rriti afroqë. Shko. Ti thirë burin, e? Ta pyesim për burin. Më e di. Dëgjo. Me ndër të ndenjurat, do t'i marrësh edhe do t'ja futësh në legen me ujë të ngrohtë. Me ndër burri, mbaj afër. Mos i jep pesha të rëndë. Ke syrin e keq. Gjithë më kanë i natë. E kanë nga Zelia. Doktor, punoj qetë, lirshëm. Këtë patkua do t'a mbledhësh me burulluk dhe t'a futësh poshtë dyshekut. Faleminderit. E di, më e di. Jo, pa që ta dish. Punë, doktor. Ha fasule dhe ik. Shumë faleminderit. Asnjë doktor s'ma ka thënë këtë fjalë. As të mos shkoj media se do t'a thot ndonjë tjetër. Faleminderit. Sa kushton? Unë nuk marr parë. Unë punoj për jetë e kësaj se kanë të punësuar. Faleminderit. Ditë me mirë. Gjigji, jepi forca, Gjigji. Yp, Gjigji. Yp, Gjigji. Forca, Gjigji, yp. Doktor, a keni aftësinë na tregoni a është djalë apo vajzë? Shtina përvoja ime, mbas 9 muajsh do të rini e fëmijë. Kaq shpejt? Kështu unë shke punë. Faleminderit shumë. Ditë me mirë. Gjigji. Yp, Gjigji. Yp, Gjigji. Mirë papsi. Sa qef kishe që ta vizitoja.
Ky është shtrat I ngjarjes. Po, doktor, ky është. Do me thënë ju këtu nuk përmbajnë. Ju thash, doktor, ditën e më zotni, tull, vjen ata, qull. Çfarë punë ke bërë? Berber. Doktor, jam shumë I lidhur me klientin. 90 herë që në berberhanës ka ujë, nuk lek klient për rrugë. Fat. More që do ta gjej, po pse të më lodhi gjatë? Faleminderit. More që do ta gjej se s'ben. Po pse të më lodhi gjatë? E pra. Ku e keni banjën? Këtej, doktor. Kur u vjen ujt? Kujt? Pallatin. E kemi me orar. Kurse unë, pa orar. Fikën dytët, vetëm se pa dashje. Po, pra pa dashje. Doktor, të lutem më ndihmo se dy shekt e mi ngelën në balkon. Dini pak jashtë. Mor, po do ta gjej se s'pen. Po pse të ndodh qënë? E pra. E gjeta. Faleminderit shumë, doktor. Shqyr. Këtë patë do ta vendosni si për derës. 3 ditë nuk do të hyni në banjë. Orda? Do ta bëni te komshia. Po ulimi këtu, që shforcohem. Pa, ullu shpirt. Mraft, pika mraft. Ullo dhe? Pak. I shikon ata atje? Po, isha. Sa po më shikojnë ata? Gjithë na kanë zili. Na kanë inat. Sa ftoft kam. Hajte zemra jote. Po kush e ka thajnë, Zuzu? A I burri. Sa gjyna, Zuzu. Ku të martojmë ne, nuk do kemi probleme të tilla, apo jo? Matë baba që kam unë, çdo gjë rregullohet? Zuzu I tash. Hajde tjetëri. Doktor, kam një problem me ju. Nga se vuan? Nga Sinqja. Erdha për një problem. Urdhëro flisni. Djali juaj sorollate çu me vajzën time. Po djali është. Ne shqyr që na u bë djali për të dashuruar, që ju bëftë mamaja ju bëftë. Po djali juaj le të bëj çardoj, po jo me vajzën time. Ama, ose ja presh. Atë djali kemi.
Po dhe unë vajzën të vetme e kam. Po i qefi është. Mos va prish. Ndoshta e kanë seriozisht. Po ta kanë seriozisht, atëherë ndryshon puna. Se ndryshe unë i fus ca tipa që ta bëjnë që as ju mos ta njihni. Jo, ju lutem. Ne do të bjem dakord me djalin, do vim të kërkojmë dorën e vajzës tuaj, pa pasur nevojë për këto ndërhyrje. Ju lutem. Në rregull, unë kaq kisha. Je babuqere, o të ubevshë, mos ja prish. Ore, dëgjon të qartë mua apo? Do ta bëj që mos ta njihni, po them. Ore, erdhe që erdhe, nuk vizitohesh ti. Nuk vajna asnjë gjë, unë jam shëndoshë mirë. Jam shumë mirë. Ore, je sëmur që nuk diskutot fare. Jam shëndosh. Je sëmur. Jam shëndosh. Po lere me kur s'do. Ashtu, Po. Ku i ke flokët? Kanë. Po unë do të vi me flokëse. Po ti rregulloj një herë tullën tënde, pastaj të mi. Kam alergji në krarjo. Pastaj ti e pe për jashtë, si ishte për mua, për të vizituar, e pe. Edhe ustaj ka kuste veta i ka të grisëve. Si thua, do vizitohesh? Jam shëndosh të thash nuk viziton. Po lere mërë të shkaj se s'ka ardhur për këtë punë. Do ta bëj me flokë të? Dëgjo, të kesh besim tek mua. Nuk është problemi se unë kam besim. Besim. Dhe vetëm besim. Besim. Besim tek mua. Edhe vetëm besim. Edhe do bësh me flokë. Besim. Vetëm besim. Besim. Dhe vetëm besim. Besim. Ullu. Besim. Dhe vetëm besim. Do vizitohesh apo do ikësh? Jo, dua të vizitohem. Libri. Ke edhe një kavanos aty poshtë. Vetëm besim. Do të vizitoj palek. Tulla s'laku. Tut kallë. Është i veçantë. Unë nuk të premtoj. Po të do në ka që vëllë, bjonë, ose presh. Rëndësi ka që flokën nuk do të bjeri me. Do të marrësh, do të përzish me barut. Do të mbështjellës kokën me napë. Do të lyësh 3 herë në ditë. Do të dalësh në balkon. Kur hen në ditë për gjysë. Edhe do të thresësh. Hiq ma tullas lekun. 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 Po kërë që të desh? E bëra që të më darë nami. Hajde tjetëri. Bo. Sa vizita pas kam sot. Ti si e për t'indrosh. Kje pagu me unë. Patën, të trokasë të derë, kur masë e të pillë në tërë. Po, nuk kam mace. Jo, me një masë në lagje.
Bori si e do? Të ri apo të vjetër? Nuk e duhet të vjetër. Ashtu? Pa. Do të vish dhe njërë tjetër, pa tjetër. Fillojmë? Fillojmë. Refiku me Majasil, 25. Sinani me vllajën e tij Budalla, 15. Ishta e buri që të bëna sjellje dhe teze. Rem Reziku, 20. Është burë serios. Vese i shpëton këti. Që ti bëjmë ne? I marim pare. Të kalëm të Qifti që nuk lind. Këta kanë të shumë këta. Këtu shpirt. Kujdes. Nëna dhe fëmija duhet të kenë shumë kujdes. Në muajin e 7 nëna duhet të shkoj në konsultor. Pra, aty, Ma i gjuli saftof kam. Raft pika mra zemra ime vogla. Ka dhe pretendime po kjeni. Tullaci s'ka paguar. Na duhet. Do të bëjmë krushi. Sigurisht. Tani që kemi pare me thesë, mund të kërkojmë dhe vajzën e ministrit. Të shëndetësisë. Sigurisht, për nazanatën. Zeqo? Qa nga gëzimi. Tani që u bëm të pasur, pse ndjell keq? Ti harrove se si kemi qenë? Apo ç'ke? Kush ishte ai kontosh? Ai pytyrqe? Që më ka putu një 5.000 lekë falso? Më falë, doktor, se më rëshiti brisku. Pak. Uro. Si duke shtoshti? Unë kam përmirësim shumë. Jem shumë mirë. Bën e sapë. Edhe gruaja ime, doktor, më falë, doktor. Kanë halë njerëzit e... Doktor, do të vanoheni shumë, dhe isha të konsultohen për diçka me ju. Po ti e shikon që unë s'kam marror akoma? Po pres, doktor. Pare ti ke? Po, këtu i kam. Mirë, prit. Faleminderit. Mbaron, doktor. Faleminderit. S'ka fërsi. Doktor. Ligjo, bjeri shkur se nuk kam kohë. Shkur, doktor. Unë shikoj ëndra, doktor. Qa ëndrësh? Shikoj ca meshkuj me fjongo, doktor. Që pinë kamomil me meze. Ligjo, mordjan, të këshilloj që të martohesh. Mos, doktor, se është gjyna. Mos ma bëj këtë, doktor. Pranoj çdo lloj kure vetëm martesën, jo, doktor. E ke dëgjuar të shprehjen popullore ti? Thembëll sheri diet, po pa gjë nuk të la. Po nuk i përpalloj dot dasmës, më doktor. Atëre merr një nuse që ka dasmën e bën. E tash ti ka unë se kam shumë punë. Erdhi. Hajde, pas radhës një nga një. Po ka dërguar gjyshi të them, Droza Nacu po ndrojet. Po se ku është gjyshi? Në reanimacion. Po çdo atje punone? Po vdes. Se me barnat e mia gjyshi u bë shumë mirë. Jo, nuk e di se ç'ndodhi. Interesant, e? Po kështu e ka mjekësia. Në 3 veta njeri... Hajde, urdhro pra. Jo, më duke se më pushoj. Ikim. Mos ikni, urdhroni brenda, urdhroni.
Hajde ti nene, urdhëroni. Jo, faleminderit. Hajde, urdhëroni në brenda. Ju lutem, hajde urdhëroni brenda, unë do të vizitoj shumë mirë. Doktor? Ju lutem. Sa para doni nga unë? Vetëm mos më vizitoni. Mjekësia ka nevojë për ty. Ti ke paret, urdhëro brenda. Jo. Ju faleminderit shumë. Jo. Interesant. Ta ikën të gjithë. Çdo. Mirë unë. Po vajza. Pse çfarë ka ndodhur? Zuzu, unë duke pasur besim dhe respekt për babain tënd, e përdora të gjithë tutkallin e veçantë. 3 herë në ditë e përdora Zuzu, edhe ja se ç'mi gjeti. Mirë që i kulesht e kokës. Po më ngelin derë. Zuzu. Urdhra. Këput qafë, Zuzu. Babi. Qetëso. Ma se mbim prap. Ja, babi, ja, nuk mbim prap. Gjigji, thuja troqë, pa frikë fare do t'ja thush. Do t'ja themaj. Pse kujton ti se unë jam frikacak? Alo? Doktor Zeqo Pilafi? Po, Pilafi jam. Foli Gjigji tim. Alo? Po. Mirë. Doktor, një gjambën për shtypje. Në vend që të shnoshet gruja, jam të ushnosh unë mërë. Bo. Na ka gjetë një burë shtatëzan. Që avokat? Kjo nuk ndodhë kur. Alo, dëgjo. Kurën e ke vazhduar tamam. Mendet të ndenjurat, i ke vendosën ujë të valuar. Tash i t'linë qik durim. Në mos linë si vjetë, do t'linë i modë. Nuk është problem, presun. 1 vit, 2. Jenë mësu me pritne. Falemnerit shumë falemnerit. Gjuli, me këtë doktor, një diçka është e sigur. O linim, o s'linim. O shpirti, Gjuli. Bashtrus! Zeqo. Jam i babash. Zeqo. Ti që nga? Ka nërda ata të maja silit. Duan paret. Edhe thonë pësa që s'dalin e ndrat. I thua që s'jam këtu. Nuk lëvisim nga dera. Nisemi në një qytet tjetër. Nuk të rejqemi. Kështu bëjnë të gjithë mjekët. Ata të Shkodrës shkojnë në Berat. Të Beratit shkojnë në Vlorë, të Vlorës vinë në Fier. Ti e ti. Ja po që të dish. E ti e ti. Nesër.
Në doli bojën fare. Barku jot na duket tani. Po shofer. Mbaj se nuk e mbaj dot. Rodi, tani e gjete? Të shplau barku që të shplaf të morti. E di. A ka nejtë doktor këtu? Asnjëri aty lart. Erdha! Hajde, ullu këtu. Ullu se na flasë, shpirti na flasë. U është i sëmuri? Ja. Çfarë ka zonjë? Barku. Barku? Shtim! Ashtu. Aman, doktor, se marova. Mos u shqetëso, se unë i bëj dërman të gjithve. Ashtu. Ky po flas, doktor, si po janë dalë barku me këtë fener? Çfarë thua, moj zonjë? Po unë me këtë fener ndal ten, jo barkun e ti. Po ky që ka sinimoj!